Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një recetë të shpejtë, të thjeshtë dhe mbi të gjitha shumë e shëndetshme dhe e shijshme. Është një ide shumë e mirë për t'u marrë me vete në shkollë ose për në punë. Madje edhe nëse fëmijët nuk e preferojnë spinaqin, në këtë mënyrë nuk do t'i bëjnë naze dhe këtë ju asiguroj pasi djali im është vërtet nazeli në ushqim. Fillojmë pa humbur kohë. Në tigan do shtojmë 2 lugë vaj ulliri dhe një qep të prerë holl dhe do ta skuqim derisa ajo të zbutet. Më pas do shtojmë 300 gram spinaq të lartë të pastruar mirë dhe të prerë në copa. Do vazhdojmë skuqjen derisa të bjerë volumi i spinaqit, jo më shumë. Pasi është gati, e lëm me një anë në mënyrë që të ftohet. Ndërkohë në një enë do shtojmë 2 vezë, 250 ml qumësht, pak krip, pak rigon, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Nëse nuk e preferoni rigonin, mund ta zëvendësoni me majdanos ose me ndonjë erës tjetër sipas shijeve tuaja. Pasi e kemi përzier mirë, do shtojmë 5 lugë gjelle me miell gruri, 1 lugë çaji sodë buke dhe do ta përziejmë shumë mirë derisa të na formohet një masë e një trajtshme dhe pa kokriza. Pasi të jetë gati, do shtojmë spinaqin dhe qepët që skuqëm bashk, djath sipas dëshirës dhe masën do vazhdojmë ta përziejmë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi masën e kemi gati, tavën e lyejmë me pak vaj ose gjalp, e vendosim masën në tavë, hapim mirë dhe në sipërfaqe shtojmë pak djath shtesë dhe pak susam. Djali im e preferon shumë dhe unë i vendosa pak në mënyrë që ta konsumonte me dëshirë dhe i dha vërtet shumë shije. Tavën do ta pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Mua më mori 40 minuta, varet nga soba që ju keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre të bukur ka marrë. Është krokante në sipërfaqe dhe shumë e butë në brendësi. Është edhe bukë edhe gjellë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi për mua ta mësoj se nga cili vend jeni duke ndjekur videot e mia. Unë ju falenderoj për vëmendjen, dëgjohemi në recetën e radhës.